Punon drejt për drejt në punë bujqësore janë vetëm mosha mbi 50. Mbi 50, për mos them edhe deri ke 75-80, ata që janë të mundshëm për punë, i kanë punë. Sepse rinia është e larguar. Nuk e gjen vetveten në këtë lloj punësimi. Në këtë lloj integrimi, nuk e gjen veten. Këtu ndikojnë gjitha, ndikon formimi arsimor, ndikon profesionaliteti, ndikojnë shumë gjëra. Por janë të rrallë shumë ata që marrin përsipër të punojnë këtu nga të rinjtë. 2 djemë dhe janë të larguar, ose më mirë të themi, nuk kanë ndërmend të kthehen më. Nuk e gjejnë veten që të vinë, të integrohen këtu me mua. Nuk vinë. Jo vetëm të mitë, edhe niprit. Edhe çunet e gjajës tim, 4 ka, 5 ka. Asnjë nuk jeton këtu. Të gjithë larg, edhe vëllezërit e mi janë larguar. Nuk e gjejnë. Mendojnë të kthehen, çfarë duan të ndryshojnë? Me sa flas, problemi është i gjithave. Kanë fëmijët janë mësuar, kanë lindur ende, janë mësuar me tjetër, mund të them me tjetër kulturë, me tjetër sistem. Duke filluar që nga 6 muaj që vjen në Kopës, vepër në Brazil fëmijësh që të punojnë si çift. Edhe nuk kanë ndërmend. Edhe kur bëjmë biseda her pas here për shtëpitë, për kështu me shaka, nuk e ndjejnë që asus jam optimist që t'i thras hajdeni. Se e shoh që nuk e gjejnë vetë. 65 vjeç edhe bujqësi punoj akoma. Se s'kem në të dvem. A nuk ka të rinj në familjen tuaj që të punojnë në Të rinj bujqësi? s'ka më. Kanë ikur gjithë. Mosha re u largu. Se kam me qef punën këtu, nuk i kam fitime. Është e lodhshme për ty kjo punë dhe prej sa vitesh punon në bujqësi? Unë gjithë jetën bujqësi kam. Me kooperativë, me privat, bujqësi kam. Si është një ditë për ty në bujqësi? Po për mua ishte kënaq me kaloj kohën, kaloj ditën, për të ardhurat janë të da prodhojnë prodhimi, po se dëshitet, se nuk shitet më. Zoti që ish lartë di. Jemi në dorë tregtarët. Arrin ta punosh vetë gjithë sipërfaqen e tokës që ke? Po e herë punojmë, e herë mjellim hasullit, si pjesë kështu që komandojmë. Me gjithë gruat, kështu. S'kem na. Fëmijët i ke këtu apo të kanë emigruar? Jo, emigrim. Ikën. Nuk u shtruan asnjëherë në tokë të punonin? Ato punon në tokë, po e pa që kapshin do të gjatë ku duash, u largu pastaj. Ti e shkarkove ti? Si ke emri Xhaxhi? Kujtim, Kujtim qa? halla. Herë trangë. Në çmimin. Është punë e lodhshme dhe shpenzim. Po. Vim në ora 8 deri në 11-12, si mas kohës po qenë nxehtë ikëm më shpejt, po që freska të rrim. Pastaj merrem me punë tjera, vim mbas ditën në ora 2-3. Bëjmë pjesë. Arrin ta përballosh gjithë lodhjen? Dub njëri tjetër nuk vjen ta përballojmë. Po mi pas në shaku, se erdhemi natë këtu kur as zjarri këtu.
Për një makinë. Se zaman që e vej po. Jo, mosha më shumë. Mosha janë mjellë të zesh nga mosha 40 vjeç deri në 60-70 vjeç. Që punojmë shumë. Të rinjtë kanë menën në emigracion, ti ke emigracion. A ne ngjanë se jam më të lirshëm nga familjarët dhe duhet vetë se u gjejmë më shumë që se kanë mohabet duhet harxojnë çik më shumë, më tepër. Kurse mosha jonë do shikoj familjen tani. Kemi fëmijë, kemi me gjelat deri tani çfarë do bëj? Deri për vit të ri do rrim me ato. Që nxjerrim ne diçka. Fiton të ardhurat të mjaftueshme në bujësim për familjen? Qa bujësie tani dihet se ne këtu më shumë jemi ullishte vreshtari më shumë. Unë ullishte kam tokët e mia, kam gati 400 rraj ullinj. Po si vjetë kemi dobët, nuk i kemi mirë. Si vjetë, po me gjithë nusën. Po edhe hynë edhe mjeti që bën kurse për të vjel vetë, kemi ble makinerinë. Qa të bëjmë? S'kemi qa bëjmë me punë me mosha janë dhe ishë për. Rini nuk gjenë rini ma këtu. Rinia ka ikur. Shumë rrallë mund gjesh. Çunat janë këtu, ikin gjithë migracion. Ose do gjeni punë, ikin nga Lushnja, nga qytetet, gjeni punë. Çfarë? Këtu mosha jonë do punoj. Kush merret me preshin, ja, ai aty ka miell presh. Tjetër ka ullin, tjetër ka pula deti. Çfarë bësh? Rasime, dhe vetë ti kam rapa. Vesë që të më nuk e ikë, vesë.